Kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, priti në kabinetin e tij në Shkup ambasadorin e shtetit të Katarit Rashid bin Saed Al Khairan. Në këtë takim, ku të pranishëm ishin dhe bashkëpunëtorë të lartë të Riasetit, u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Fetare Islame dhe shtetit të Katarit me theks të veçantë në fushën fetare, arsimore dhe humanitare. Reisul Ulema e falenderoi ambasadorin për vizitën realizuar në ditët e bekuara të muajit të Ramazanit, duke cilësuar atë si dëshmi të respektit dhe miqësisë së sinqertë ndërmjet dy institucioneve. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje të thellë ndaj emirit të shtetit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, për mikpritjen e organizuar gjatë iftarit në Doha, duke vlerësuar si akt të lartë respektin ndaj besimtarëve në vend. Gjatë bisedës u theksua edhe ftesa për ministrin e Vakëfit dhe çështjeve islame të Katarit që të realizojë një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë këtij viti me qëllim forcimin e bashkëpunimit institucional dhe realizimin e projekteve të përbashkëta. Vizita ishte shumë e frytshme. Ishte këtu për hir të Ramazanit të bekuar, të uroj besimtarëve muajin e Ramazanit, me lutja Allahut fuqiplot që t'i pranoj të gjitha ibadetet tona, në veçanti agjerimin e muajit të Ramazanit. Biseduam edhe për situatën momentale në shtetet arabe, për luftën që po ndodh tani. Ne shprehem shqetësimin ton të madh për atë situatë dhe lutëm Allahun fuqiplot që sa më shpejt të ndërpritet, sepse nuk është në të mirën as të muslimanëve, por as edhe të rrjedhave botërore ndërkombëtare kështu me radhë. Ambasadori erdhi në këtë vizitë edhe me një themi dhurata për besimtarët në shenjë respekti dhe mirënjohje edhe ndaj Bashkisë Fetare Islame, por edhe ndaj gjithë besimtarëve tanë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne i falenderuam për këtë vizitë shumë domethënëse, falenderuam edhe për marrëdhëniet e mira që i kemi me shtetin e Katarit si Bashki Fetare Islame, bashkëpunimin që e kemi me këtë shtet dhe me Ministrinë e çështjeve fetare të shtetit të Katarit. Edhe njëherë lusë Allahun fuqiplot që besimtarët tanë të vazhdojnë në kryerjen e agjerimit në mënyrë dinjitoze, me ibadetet të nduarta, lutjet që janë shumë të begatshme gjatë muajit të Ramazanit, dhe lusë Allahun fuqiplot që të na i pranoj të gjitha ibadetet tona, agjerimi, lutjet e kështu me radhë. Le të jetë ky muaj i afrimit tek Allahu fuqiplot, muaj i afrimit në mes njëri tjetrit, muaj i paqes, tolerancës, humanitetit dhe shumë vlerave tjera. Nga ana e tij, ambasadori Al Khairan falenderoi për mikpritjen dhe vlerësoi rolin konstruktiv të Bashkisë Fetare Islame në forcimin e lidhjeve miqësore ndërmjet dy vendeve. Pas takimit zyrtar, u realizua dhe shpërndarja e pakove humanitare për familjet në nevojë në ofrimin e solidaritetit që karakterizon muajin e shenjtë të Ramazanit. Në përmbyllje të takimit, në shenjë respekti dhe mirënjohje, Reisul Ulema i dhuroi ambasadorit një dekorat dhe një dhuratë simbolike të punuar në kas nga nxënësit e medreses Isabeu. Ky takim konfirmon edhe njëherë marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërmjet Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe shtetit të Katarit.